Labinoti i drejtohet Dolcës me fjalë që nuk janë të lehta për të dëgjuar, por që dalin nga një lodhje e grumbulluar prej kohësh. Pse rri kot në këtë shtëpi? I thot, jo thjesht si pyetje, por si një pasqyrë e asaj që ai shet çdo ditë. Ditë që kalojnë pa lëvizje, pa përpjekje, pa krijuar asgjë. Një jetë që rrëshqet mes mureve të një shtëpie ku koha duket sikur ka ndalur. Çfarë ke krijuar ti? Vazhdon ai, me një zë që nuk kërkon më justifikime. Nuk është thjesht krijim material, por krijim jete, qëllimi, prania. Sepse për Labinotin, Dolca nuk është zgjuar vërtet, ajo është në gjumë. Një gjumë i thellë, ku ditët kalojnë njësoj. Ku njeriu vetëm rri, flet dhe pret pa e ditur se çfarë. Këtu vetëm flini gjumë, i thot ai, duke e theksuar se kjo shtëpi është kthyer në një vend plogështie, jo zhvillimi. Një vend ku njerëzit nuk rriten, por mpihen. Dhe kur Edi doli, kur ai mori një vendim dhe u largua, Labinoti e sheh këtë si një shenjë të qartë. Koha për të lëvizur ka ardhur. Edi doli tani, dil edhe ti, fjalë që nuk janë vetëm urdhër, por një thirrje për zgjim. Liro vendin, sepse të qëndrosh pa dhënë asgjë, pa u përpjekur, është si t'i zësh vendin dikujt tjetër që mund të bëjë diçka më shumë. Për Labinotin, kjo nuk është padrejtësi, por realitet. Ti je në gjumë dimror, përfundon ai. Një krahasim i fortë që tregon një njeri të ngrirë në kohë, pa reagim, pa dëshirë, pa zjarr brenda vetes. Gjumë dimror, ku nuk ka lëvizje, nuk ka rritje, vetëm pritje e pafund që dikush tjetër ta zgjojë. Ky nuk është thjesht një qortim. Është një shpërthim i së vërtetës, i ashpër, por i drejt për drejt. Një përpjekje për ta tundur dikë që është mësuar të rrijë rehat në vend numero, duke harruar se jeta nuk pret askënd dhe koha nuk ndalet për ata që flen. Ishte një natë e gjatë dhe e trazuar në shtëpinë e Big Brother Kosova. Ora ishte 3 e mëngjesit kur fjolla u zgju. Zemra i rritë fort dhe mendimet nuk e linin të qetë. Çdo gjë brenda saj ndjente tension, çdo zhurmë e vogël e bënte të dridhej. Ishte si një ëndër e keqe që papritur po merrte formë reale, ajo ndjeje bllokuar, e lodhur dhe e përçarë nga situatat që po përjetonte brenda lojës. Fjolla u ngrit ngadalë nga krevati. Sytë i ishin të kuq dhe të lodhur, por vendimi brenda saj ishte i qartë. Mbledh rrobat me duar të dridhura, një pasqyrim i ndjenjave të saj të trazuar. Çdo palë rrobash që i vendoste në çantë ishte si një peshe që largohej nga zemra e saj. Ajo ndjente se nuk ia vlente të qëndronte më. Tensionet, konflikti dhe presioni i vazhdueshëm kishin marrë mbi të gjithë energjinë, dhe ajo nuk mund ta duronte më lojën kumacja kur mit hedhin valle, ku njerëzit luajnë lojëra psikologjike, intrigojnë dhe krijojnë situata që e lodhin shpirtin. Fjolla ndjeu një përzierje emocionesh, zhgënjim, inat, trishtim dhe një ndjenjë të thellë padrejtësie. Për të, shtëpia nuk ishte më një vend për lojë, por një vend ku çdo veprim i saj vlerësohej, gjykohej dhe shpesh përdorej kundër saj. Ora 3 e mëngjesit ishte ora e reflektimit të thellë. Ajo mendoi për çdo përplasje, për çdo fjalë dhe për çdo moment kur ndjeu se humbi kontrollin mbi lojën ose mbi njerëzit që mendonte se mund t'i besonte. Në heshtjen e natës, vetëm zhurma e frymëmarrjes së saj dhe ndonjë tingull i largët i kamerave i shoqëronte mendimet. Fjolla ndjeu se duhej të vepronte për veten e saj, jo për lojën, jo për publikun, jo për produksionin. Çanta e saj, tashmë e mbushur, ishte simboli i vendimit. Largimi nuk ishte frikë, por një akt vetëruajtjeje. Një akt që tregonte se nuk është gjithmonë e detyrueshme të qëndrosh në lojë për çdo çmim, sidomos kur respekti, qetësia dhe ndjenja e të qenit i vlerësuar janë thyer. Kur ngriti shikimin, një ndjesi lehtësimi e pushtoi. Ndonë se ora ishte 3 e mën.